Ushtrim 3 i mëngjesit, balancimi i trurit. O krijuesi gjithçkaje, jep urdhri të bëhet tekun balanca e trurit të majt me trurin e djathtë për të mirën time dhe të tjerët. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Në këtë ushtrim përdorim të njëjtat fjalë për kërkesën dhe lejojmë procesin të ndodhë natyrshëm. Mund ta ndihesh ose të shikosh balancimin e trurit si një imazh përpara syve të tu. Nëse nuk arrin të ndihesh apo shikosh asgjë, mos u shqetëso. Balancimi ndodhi gjithsesi. Shpesh ne bllokojmë veten dhe fuqinë tonë të natyrshëm duke sabotuar proceset tona të brendshme. Kujtoj që çdo trup dhe qelizë është krijuar në mënyrë të tillë që shërimi i trupit mund të ndodhë edhe pa ilaçe. Çrregullimet hormonale dhe kimike janë shpesh shkaktarët e sëmundjeve. Ankthi, stresi dhe emocionet e forta negative mund të çojnë në këto çrregullime. Duke praktikuar këtë ushtrim, ndihmon në rivendosjen e balancës dhe harmonisë në trurin tënd. Tani mund të kalojmë në ushtrimin tjetër të ditës. Balancimi dhe ekuilibri i vetes të lartë të trurit dhe të zemrës tënde. O krijuesi gjithçkaje, jepet urdhri që të bëhet balancimi dhe ekuilibri i vetes të lartë të trurit dhe të zemrës time me një vijë të drejtë për të mirën time dhe të tjerëve. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Terapia. Me imagjinatën tënde, sill veten përpara dhe shikoj një dritë të bardhë që vjen nga qielli, duke i sjellë në një vijë të drejtë të gjitha ato që ke kërkuar. Kjo dritë përfaqëson harmoninë dhe lidhjen e vetes tënde të lartë, të trurit dhe të zemrës. Ky ushtrim të ndihmon të balancohesh plotësisht me gjithçka rreth teje. Kur vetja jote e lartë, truri dhe zemra janë në një vijë të drejtë, çdo gjë që vetja jote e lartë sugjeron, ajo pjesa e jotja që është në lidhje me dritën e vërtetë dhe burimin hyjnor të universit, pranohet nga truri dhe dëgjohet nga zemra. Kjo do të thotë që ata punojnë së bashku në mënyrë të përsosur, duke krijuar harmoni dhe bashkëpunim të plotë. Ky ekuilibër të ndihmon të përqendrohesh dhe të ndjekësh rrugën e duar në çdo aspekt të jetës. Tani mund të vazhdosh me ushtrimin tjetër për të nisur ditën sa më parë. Më ndiq për ushtrimin e fundit.